Ish banore e shtëpisë më të famshëm në Kosovë, Gjeneta Fetau ka reaguar djeshtërisht pas publikimit të bisedave me Drilonin për të sqaruar arsyet pse i ka ndarë ato video me ndjekësit, pasi ky i fundit ka vendosur të ndjekë rrugët ligjore. Pas publikimit, rasti është trajtuar nga Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, e cila ka deklaruar se sipas Kodit Penal të Kosovës, ky veprim është i kundërligjshëm. Dhe këtij vendimi duket t'ju ketë gëzuar fort Driloni, i cili nuk ka hezituar të publikojë një kunj dedikuar Gjenetës. U zhduk postimi bashkë me gjithë guximin. Shkroi ai krashi një fotografie ku shihet me një dorë figure me gishtin e mesit të ngritur. Dhe këtë reagim nuk e ka pritur Gjeneta mirë, ajo menjëherë i është kundërpërgjigjur. Në guximin e quaj kur dikush përballet me të vërtetën, pa avokat, pa letra, pa panik, ti u futën në lojën e fshehjeve, një gisht plastik si trofe krenarie, mira aero për të mbuluar realitetin dhe një zinxhir shantazhesh e kërcënimesh që të garantoj do të dalin në dritë. Gjykata do ta tregojë se kush ka guximin e kush ka frikë. Kur e pash gishtin më kujtohet sa herë përdore në shtëpinë më të famshme, gati se kishe zhvirgjëruar çunat e shtëpisë me të, thash me vete, ua çfarë vajze e guximshme. Ups, më fal, qenë ke djalë. Shpresoj që gishti i plastikës të ndihmojnë edhe të ditë që po vinë, se këtë herë nuk kam më blerje votash, ka drejtësi, shkroi ajo. Nuk dihet se si do të përfundojë drama që ka nisur mes këtyre. Lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga Showbizi shqiptar.